që pas një eksperiencë të mrekullueshme në teatrin Petro Marko vjet, me qendrën kulturore Rezonans Vlora Filharmoni, të sillnim një vepër të Gaetano Donizetit, Ritëm. Me emrat të spikatur të skenës shqiptare dhe asaj ndërkombëtare, Lelisir Damor, opera e njohur komike Gaetano Donizetit ka zbritur mbrëmjen e enjte në skenën e improvizuar në shëtitoren bregdetare të Vlorës, në një rrëfim të thjeshtë dhe argëtues për Nemorinon, i cili beson tek një eliksir magjik, por që zbulon se forca më e madhe është dashuria, në interpretimin e tenorit Josip Gjipali dhe sopranos Ardita Meni në rolet kryesor. Artistët kanë përcjell për publikun vlonjat pasion, ngjyra dhe atmosferë mesdhetare. Mes muzikës plot dritë të Donizetit dhe një atmosferë mesdhetare, artistët Artur Vera, Eugenio Maria De Giacomi dhe Grace Shametaj në drejtimin e dirigjentit Thanas Çaçi dhe pjesëmarrjen e orkestrës simfonike të forcave të armatosura dhe korit të Universitetit të Arteve, drejtuar nga Bujar Alliu, e shndruan eliksirin në simbol të shpresës dhe dëshirës njerëzore për të ndjerë i zgjedhur dhe i dashur, duke ruajtur frymën e lehtë dhe lozonjare të komedisë lirike. Shfaqja u ndoq me shumë admirim nga spektatorët e shumt në sheshin pranë shëtitores bregdetare, jo vetëm qytetar vlonjat, por dhe të huaj që jetojnë në Vlorë. Lelisir Damor bashkoi interpretime të nivelit të lartë, vizion artistik bashkohor dhe një qasje të freskët skenike në skenën pranë bregdetit në Vlorë.